Lajmi I hidhur në familjen e Halil Kastratit I ndërron jetë personi I dashur. Humanisti dhe hoxha Halil Kastrati ka dhënë një lajm të hidhur për ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Kastrati ka bërë të ditur se sot atij ka vdekur motra Nashide Kastrati Mustafa në moshën 47 vjeçare. Ai bëri të ditur se varrimi do të bëhet nesër me namaz të xumos në fshatin Nguri I Kuq në komunën e Rahovecit. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.